أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين ثم أما بعد Allahun azza wa jalla falënderojmë për tij falë dhe ndihmë kërkojmë kurse salavatet dhe selamet I dërgojmë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Të nderuar vëllezër, vazhdojmë me jetën e ndritshme të Omerit radhiyallahu anhu, ku sot përmendme zuhdin, asketizmin e Omerit radhiyallahu anhu. Edhe pse është njohur si njeri I pastër, si njeri që ka pas pasuri dhe pushtet, por nga ana tjetër kur lexojmë për Omerin radhiyallahu anhu, e vërejmë dhe shohim se Omeri radhiyallahu anhu me asketizmin e tij ka pas rregullore në jetën e tij që ta bën terbije nefsin e tij. Dhe tregon dhe transmeton Ebu Bekrit radhiyallahu anhu, një shok I Omerit radhiyallahu anhu, thot u hunxëm me hangër në sofër buk me Omerin radhiyallahu anhu, dhe në sofrën e tij shtroi vetëm buk edhe vaj. Buk edhe vaj. Vaj ulliri. Dhe Omeri radhiyallahu anhu I thonë të vetvetes: Ema wallahi latamurannanna ya nafsi ma damet ala al-khubz wa az-zayt ma dama as-samanu yuba'u bil awaqi. I tha Omeri radhiyallahu anhu: o nefsi jem, tha, o nefs, ki mu bo tërbije që t'hash buk me vaj dhe ki me mush barkin tënd me buk dhe vaj për derisa t'lyni u ka bo që kaq çmimin e natë. Omeri radhiyallahu anhu I flet vetvetes së tij dhe I thot: o nefs, ki mu bo tërbije t'hash buk me vaj dhe kështu kime ngo barkin tënd, masi që është shtrenjtu çmimi I t'lynit. Subhanallah, përmendet në këtë drejtim edukata dhe terbija Omerit radhiyallahu anhu me nefsin e tij. Nga ana tjetër është numëruar dhe është përmend si njerëz nga njerëzit e pastër në mesin e Medinelive. Ju e dini, Omeri radhiyallahu anhu vetëm në luftën e Bedrit e dha gjysmën e pasurisë. Personi I dytë mas Ebu Bekrit që dha mas shumë të pasuri është Omeri radhiyallahu anhu. U gëzu Omeri kur e pyeti pejgamberin sallallahu alajhi wasallam dhe I tha: ja Rasulullah, gjysmën e kam lënë te shtëpia, gjysmën e kam sjell këto. Kurse kur e pyeti Ebu Bekrin radhiyallahu anhu, atëre kuptoi Omeri, në atë moment e kuptoi se sa I madh që është Ebu Bekri radhiyallahu anhu. Ai tha: ja Rasulullah, te shtëpia, tha, e kum sjell këtë pasurinë time. Tha: çka ke lënë te shtëpia? Tha: te shtëpia familjes time e kum lënë fejen. Përderisa familja ime e kanë fejen, si më ngon kur gjë. Këtë mirat I kanë. Subhanallahu, këshini çfarë qasje Ebu Bekri radhiyallahu anhu ndaj pasurisë dhe dinit dhe Islamit. Kur e pyet Muhamedi sallallahu alajhi wasallam: ti çka ke lënë te shtëpia? Ma se kisir këtë pasurin këto, thot të shpjeva kum lënë fejnë Islamin, një familje që ka fejë Islam në shpe, këtë mirat I ka. Elhamdulillah, se elhamdulillah, thumë elhamdulillah, këtë mirat I kemi, për derisa jemi musliman. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith, kur tregon për Omeri radhiyallahu anhu, thot: Erhamu ummeti bi ummeti Ebu Bekrin. Njeriu më I mëshirshëm ndaj ummetit tem, njeriu më I mëshirshëm, më mirë thon hadithe, në ummetin tem, ndaj ummetit tem është Ebu Bekri. Do të thonë në ummetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, deri në ditën e Kiametit, njeri më I mëshirshëm se Ebu Bekri s'ka më pingullu. Pastaj tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam: wa ashadduhum fi dinillahi Umar. Dhe njeriu që më së fuqishmi e mbron dinin e Allahut është Omeri.
Njeriu që më së fuqishmi e mbron dinin e Allahut është Omeri. Ka qenë veti kapt fort për fejnë e Allahut Azza wa Jall dhe me forcën dhe kapacitetin që e ka pas dhe posedu deri në maksimum e ka mbrojt dinin e Allahut te bareke wa taala. Kur flasmi për hejbetin e Omerit radhiyallahu anhu, hejbeti e Omerit radhiyallahu anhu është hejbet tregon respektin e njerëzve ndaj Omerit radhiyallahu anhu. Respektin e Medinelive, sa që prej hejbetit ti që përmenda ka hik edhe shejtani, Ibn Abasi radhiyallahu anhu, dhe kjo hadith, kjo ndodhin transmetohet edhe në Sahihun Imam Buhariut dhe të Muslimit, thot 1 vjet u sillsha rreth Omerit radhiyallahu anhu t'ia ves një pyetje nga hejbeti i madh që i kishte Omeri smirça guximin me pyet. 1 vjet u sillsha rrotull Omerit, Ibn Abasi radhiyallahu anhu. A Ibn Abasi kush është nga dietarët e Medinës, nga dietarët e ulemave islam, deri në ditën e gjykimit mbetet emri i tij përmendur, sidomos në komentimin e fjalëve të Allahut Azza wa Jall. Thot 1 vjet me këtu sana, 1 vjet u sillsha rreth Omerit, mbeta pa përgjigje, smirça guximin me pyet Omerin radhiyallahu anhu për një ajet kuranor që e disha se Omeri e dim përgjigjen dhe komentin e atij ajetit kuranor. Dhe subhanallah sot më shumë ti që mungon njerëzve është humbja e hejbetit. Dhe këtë të tham sidomos prindërve që të kenë kujdes se çfarë përshtypje e lënë të fëmijët e tyre. Mos ta humbin hejbetin në shtëpiat e tyre. Që askush mos me i respektu, pastaj mos me i nderu. Kur një babë se vënon ballin në sejdë në shtëpi, s'ka frikën Allahut, qohë ta fale sabajin, e trishtojnë nga frika Allahut, e fëmijët e tij ta shohin këtë. Kur një babë s'ka frikën Allahut, se çfarë shikon në televizor. Kur një babë që s'ka frikën Allahut, që para fëmijëve të tij lun loja, lun telefon. Vënë një rongë se që kam të thonë. Para fëmijëve të vetë lun loja në telefon. Fëmija lun me njën loja, baba lun me njën loja. Çka do thoi fëmija? Kur baba me fëmijën lun bashkë në telefon kanë tërë, thot edhe ki i vogël si unë kana. Edhe vallahi s'ka me të respektu nesër. As s'ka me të nderu, as s'ka me të marrë seriozisht llafin. Kur ta shohë se për gjëra banale zinësh te shtëpia e nuk respekton më të madhin, nuk respekton mysafirin, nuk respekton dietarët, edhe ai ti s'ka me të respektim. Kemi me humb hejbetin. Dhe kjo është ankesa më e shpeshtë e njerëzve që do të hinë shpejt, del në shtëpi smirë të vesh kush hin, kush dul, a erdh baba, dul baba. A ka fajt fëmia, e ka fajt baba këto. Kur baba ta humbe hejbetin, kjo ndodh. Kur burri para gruas vet ta humbe hejbetin, respektin, nderin, nomin, pastaj edhe gruaja natyrisht që se respekton. E shifeni çfarë hejbeti ka pas Omeri radhiyallahu anhu, jo në shtëpinë e vet, jo në familjen e vet, shokët e vet, Medineli, sahabët e mëdhej. Ibn Abbas radhiyallahu anhu thot 1 vjet smirça guximin t'ia bëj një pyetje Omerit radhiyallahu anhu. Dhe hejbeti njerëzve ndonjëherë edhe ju mësohet. Ka njerëz që edhe babën do me thirë, ej, i thot baba, ej. Baba nërë të testok, babës nuk i thut, ej. Apo hoxhës i drejt, o ti. Hoxha nuk ja kthen shpinën, hin në zyret vet, e lën, që ashtu vet me atë llafin o ti në trije si ti. E maj madhi jam mëson hejbetin më të voglit, dietari jam mëson hejbetin xhamatit.
Ja mëson hejbet, ja mëson rejnë. Hoxha kallëzon se kështu duhet namazi, kështu duhet feja, a i tregon diçka tjetër, hoxha s'jep gjevap, ndonjëherë hec, e lën qashtu mi tregu se kërkun se ki muhabetin. Hoxha kur të fole për fe,llafi ti është i fundit për fe. Ti si je adekuat me fol për fe. Maj si e bo hoxh, do ngojsh hoxh. E hoxhës hejbetin jarun, djetarit, mësusit, që shumë ankesa kemi edhe në arsim nga arsimtarët, si ka qenë hejbeti arsimtarëve më herët, si është hejbeti arsimtarëve tash. Arsimtarët më herët kanë kry shkollë fillore dhe 2 vjet e kanë pas arsimin e lartë, janë bo arsimtarë, domethënë miza është në dëgju në klasë. Sot arsimtarët shumica janë me fakulteta, mos folim se janë në magjistratura dhe doktoratura, janë shumë më të arsimum në të arsimin formal. Ama hejbeti ku është? Askund. Pse? Pse arsimtari s'parjerë veshën se ka kërkont. Kur shkon në klasë, shkon si gjilipter. Se në merë vesh, a është vesh me lujtë futbal, a është vesh me majtë mësim orë mësimare. E mësusja është vesh të alo ma beter, se në merë vesh të ka ardhë në darsëm, a ka ardhë në klasë, mi mësu thmitë. E kur ajtë bën gjeste, lëvizje dhe gjëra që nuk i kanë hija ati, e humb hejbetin në syrin e nxënësve. Dhe kjo është e ditun se një arsimtar, një mësus, kur hin klasë, gjithë janë në numër dhe në rend, e tjetri kur hin se më ndor askush. Faji është te arsimtari, jo te nxënësit. Shifeni qëfar hejbeti Omer ibn Khattabi radhiyallahu anhu. Edhe faji i humbes hejbetit edhe në shtëpiat tona, faji është e baballartë. Faji është e na, nuk është e fëmijët e tonë. Kur na nuk e respektojmë vetveten, nuk e nderojmë vetveten, dhe nuk rrim ashtu siç na ka hije në shtëpiat tona, atëherë me do e mos, do të vijë dita që do ta humbim hejbetin në shtëpiat tona. Askush s'ka me ndëgju këshillën tonë, as fjallën tonë, as udhëzimin tonë, askujt nuk do t'i intereson, a i hynë në shtëpi, a dolën prej shtëpisë. Dhe na duhet pas shumë parasysh, dhe kjo nuk është e rastishme që dietarët e përmendin hejbetin e Omerit radhiyallahu anhu. Ka qenë një njerëz parer që ka respektuar Allahun te bareke ve teala, e ka respektuar Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, dhe ka dëshmu respektin e tij ndaj Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, dhe ka respektu pastaj rregullat dhe parimet e jetës së vet. Dhe Allahu e ka mbjellë respektin në zemrat e njerëzve ndaj atij njeriu të madh. Për hejbetin e Omerit radhiyallahu anhu flet edhe Aisha radhiyallahu anha. Aisha radhiyallahu anha në transmetimin që përmendet në Sunenin e Imam Nesaiut, që transmetohet si transmetim i saktë, Aisha radhiyallahu anha thot, isha duke përgatit një ditë prej ditëve ushqim në shtëpinë time për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, dhe aty me vete e kisha Seuden. Seude ka qenë e rej, ka qenë më e vogël. Dhe Aisha radhiyallahu anha, sipas transmetimeve, ka ndreq një lloj çulli, ushqimi që kanë pas tradit me bo me dinelit. Thot, edhe më se mbarova ushqimin, i thash Saudës, oj Saude, urdhno ha ushqim. I ka thonë Saude, jo, nuk jam e unë. Jo, ka thonë ha pak. Jo du, jo nuk du, i thot valla ja dhe hajsh, ja ka me t'i përly faqet me ushqimin që e kam bo. A i thot, jo, nuk ha. Dhe mere Aisha radhiyallahu anha, me dorën e saj, ja përlyn faqet Saudes, për ta përgdhel, për ta shti me kesh. Dhe Sauda fillon me qesh, dhe Aisha radhiyallahu anha fillon me qesh, dhe Sauda ja merr edhe ajo nga çulli, ushqimi, edhe Aisha ja përlyn faqet me tetin ushqim. Dhe thot për një herë Aisha radhiyallahu anha tregon, për një herë Omeri radhiyallahu anhu bërtiti dhe tha, ja Abdullah ibn Omar, o Abdullah i biri Omerit, e thiri djalin e vet. E pastaj tha Omeri radhiyallahu anhu, Esselamu alejke, ja Rasulallah.
Muhamedi s.a.s. i tha Aishës, o Aishë, shpejt ta çuni lëni fytyrat se Omeri është tu ardh. E ndali Muhamedi s.a.s. i thot Aishës gruas vet, shpejt të shkoni lëni fytyrat, largoni se Omeri është tu ardh. E thot Aisha radhiyallahu anha, në atë ditë e kuptova hejbetin e Omerit radhiyallahu dhe pozicionin e tij edhe tek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i tha Omerit radhiyallahu anhu, udkhul ya Omer, hyn Omer, ma shpejt, hyn, hajde bujrum pra, hyn në shtëpinë time. Me një selam që e jep Omeri radhiyallahu anhu, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me automatizëm jep urdhën që shpejt rregullohet rendi i shtëpisë nga hebeti dhe respekti dhe pozita që i kishte ky burr i madh. Subhanallah, jo në shtëpinë e vet, në shtëpinë e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Që dhe bashortja Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, Aisha radhiyallahu anha, kjo nonë e madhe e besimtarëve, ta kuptoje dhe ta transmetoje këtë ndodhi, duke përmendur se e ka kuptuar fort mirë në atë moment hejbetin dhe respektin e madh që i kishte Omeri radhiyallahu anhu te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Kur flasmi për modestinë Omer ibn Khattabit radhiyallahu anhu, tregova në transmetimin e ditës së djeshme, nëse se gaboj, gjybën që e ka mbajt edhe si emir, sekretari i muslimanëve, e ka pas me 4 arna në shpinën e tij. Edhe teshat zakonisht i ka harnu me likur, ka pas harna leckat të likurës me cilat i ka harnu teshat, si ka gjut. Edhe pse ka pas pasuri me blej, ka pas mundësi me blej, por ka qenë njeri modest që ka dash me manifestu modestinë e tij. Omeri radhiyallahu anhu ka pas traditë që të hec me gomar. Edhe e ka pas një gomar i tij një kërpesh shumë të thjeshtë. Jo diçka të veçantë e dalluar nga njerëzit tjerë. Omeri rrallë është qesh dhe nuk ka bo shaka me njerëzit. E ka pas i natë shaka. Edhe rrallë ka qesh Omeri radhiyallahu anhu. Dhe me njerëzit nuk ka bo shaka. Ka qenë burr stabil dhe burri i cili ka pas qëndrimet e veta. Edhe burrit zakonisht që ja humb burrnin e tij është shakaja e tepërt. Besimtarit po se po që ja dobson zemrën dhe imanin, por edhe burrnin burrit ja humb shakaja e tepërt. Dhe besimtari dhe burri duhet me pas parasysh që me pas një mesatari, jo me qenë ekstrem serios dhe i vrant me njerëzit, por jo edhe me qenë ekstrem shakagji i cili lun me tjerë, se humb burrnin dhe humb respektin dhe autoritetin tek njerëzit, ai njeri i cili e tepron në shaka. Dhe kjo është e dëshmuar në historinë islame dhe në jetën praktike me miliona shembuj. Allahu na ruajt dhe na udhëzoft në rrugën e tij të vërtetë. Omeri radhiyallahu anhu e ka pas zakon dhe tradit që të mos hyje në hijet e zakonshme, porse zakonisht që e ka mbajt një shami në supet e tia, ose i zarin e ti, kur është ndalë në ndonjë vend të pushoje, e ka gjujt për mi strej apo për mi ndonjë deg të drunit, edhe në hijen e i zarit të ti, dhe thot edhe e ka bo pushimin e ti. Në hijen e këmishës të ti, dhe thot i zarë dhe rida që është, në hijen e teshës të ti e ka bo edhe hijen e ti. Se ka pas tradit dhe zakon që të hyje në tenda, apo të shkoje në hijet e huja, apo edhe në hijet e pembe, nëse ka pas vetë pema hijen e vetë, nuk është unë që të cungu i drurit që të i bën hije vetës, por se ka pas tradit në këtë mënyrë dhe drejtim të vepran. Omeri radhiyallahu anhu edhe në unazën e tij e ka pas një thënje të urtë të shkrume, kefa bil mauti wa'idhan ya Omar. Këtë thënje që na shpesh e përmendmi në për vdekje, Omeri radhiyallahu anhu e ka pas shkrume të unazën e tij. Kefa bil mauti wa'idha ya Omar.
E ka shkryt vetës. I ka thënë Omer, të mjafton ti si këshill vdekja. A pak e ki këshill vdekjen? Merë këshill pra prej vdekjes, Omer. Kështu e ka pas shkru me në nozën e ti, Omeri radhiyallahu anhu. E ka përkujtu vetë vetën në gjdo moment me vdekje. Me abo me dije vetës se ka vdekje dhe se këna me do një ditë për Allah të bareke ve taala. Omeri radhiyallahu anhu shkoj e boni haxhin, edhe në haxh i harxhoi 16 dinar dhe i tha djalit të vet, Ibn Omerit, i tha kad esrafna. Kur e pas se i ka harxhu 16 dinar, i tha djalit të vet, o e vlat, tha, e pas këmi të pru, shumë pas këmi harxhu. Omeri ka qenë i pari në sadaka, por e ka urejt masrafin. E ka urejt masrafin, pse i ka harxhit 16 dinar në haxh për ibadet, i ka thonë djalit vet, o e vlat, e të prum, shumë pas këmi harxhu. Shumë pas këmi harxhu. Vallahi o vëllezër dashur, çdo Ramazan përkujtojmë edhe këtë Ramazan përkujtojmë. Më shumë ti masraf të musliman bëhet në Ramazan. Më shumë ti masraf të musliman bëhet në Ramazan. Edhe gjithnjë kur konsultohem me vëllezërit tonë, me xhamatin tonë që punojnë disa në higjienën komunale dhe i pyes si vjet ai na më mirë, thotë jo, veç mazi, veç ma keq. Veç ma tepër ushqim hedhet në përbërloqet tona. Prej neve agjeruesve, nuk është kjo se të pjesa e muslimanve shtot masrafin në Ramazan, të pjesa jo muslimanve, komshit tonë Macedon që i kemi jo musliman, të ato vazhdo njëtë. Të na shtot masrafi e keqja. Që është për të mërzit, se realisht në Ramazan mas pak të ham. Edhe me dash me hongër se do organizmi. Po syri unë, lakmia e tepër për dunjo, qallëmi mendemalsia, a e ka bo me 1 mish, unë da bëj me 2, a e me 5 se ban, a gjys mishi se në haja askush, e 4 tjera hedhen në bërlok, e mos flasmi për ato ushqime tjera shoqëruese, e që një iftar kur ta shosh, e ki qu një nallon me ushqim të shpia, 3 i gjumë. Kjo është masraf vallahi dhe kina me dhonë gjevap krejt para Allahut azza wa jall. Andaj, ti këshillojmë domaçinkat tona, bashkëshortet tona, që t'jenë më të vëmendshme në servimin e ushqimit në iftar. Që masën e ushqimit mos ta kenë njëjtë sikur që e kemi jashtë Ramazanit, se Ramazan ma pak ushqim konsumohet. Ma pak edhe mundën me hongër njerëzit. Dhe për gjithë këtë, thotë Allahu azza wa jall, innal mubadhirina kanu ikhwana ash-shayatin. Ata masrafgjit, pra, thotë Allahu azza wa jall, janë vllazën të shejtanit. Se shejtani i ngacmon dhe i nxit njerëzit që me shkuka masrafi. Nëse ki bon jetë me blej një ushqim 5 kg, blej 2. E 3 e pi sadaka, me si të ka dhonë Allah, 3 e pi sadaka. Ta di se 2 kanë mu hongër të shpia, 3 do të shkojnë bërlok. Sa të shkojnë bërlok e pi sadaka. Fiton e ish problem tje dhe familja jote. Se vallaj, kur të shkojnë bërlok, jo se s'ki ish problem, bile ki me pas gjuna dhe logari para Allahot, se Allahot do të na pyjë se si kina fitu dinarin dhe si kina hargju. Ka me na pyjtë në robi jem, unë të adhash halal, pse e gjujtë në bërlok? Qfar zori pate? E Omeri radhiyallahu anhu për hax i ka harxhu 16 dinar dhe i ka thonë vladëve të biret e prum, masraf kena bo. Omeri radhiyallahu anhu edhe gjatë haxhit ti, thot sahabiu, transmetuesi i hadithit, e kam përcjell gjatë gjithë kohës Omeri radhiyallahu anhu në hax, kur ishim së bashku. Asnjëherë nuk hini në një tendë apo në një shtëpi. S'pranoj edhe pse kishte tenda, çadra, ku mundesh të hyje Omeri dhe të strehohet në hijen atyre çadrave,
Omeri radhiyallahu anhu asnjëherë nuk pranoi me hinë në tent, por se uleshte në ndonjë pemë, në ndonjë dru, apo në ndonjë shkamp dikont dhe me robën e tij dhe me teshin e tij ja bëj ke vetes një hije të vogël. Dhe aty qëndronte. Modest. Jo të thotë unë jam halifu muslimanëve, të ma bëjnë mu të ma ndreqni një çadër më të mirën që është, e të më bëjnë një hije me më fladit shërbetorte se ja. S'pranoj kjo Omeri radhiyallahu anhu as në çadër të huja që e thirshin me hy. E jo më vetë me ndrejt çadër më lodh, sepse ai haxhin e shfrytëzoi duke e shiju dhe përjetu me gjitha të mirat e veta që i ngërthen në veti ky adhurim i madh. Imam Buhariu transmeton për Ibn Omerin, për djalin e Omerit radhiyallahu anhu, i cili ka thonë, e pastaj këtu ka një ndërhyrje të vogël Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah, ndërhyn që mos ketë shkuptime të muslimanët. Thot biri vet, ma ra'aytu ahadan qat ba'da Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min hin qubida kana jadda wa ajwada min Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Thot Ibn Omeri radhiyallahu anhu, thot nuk kam pa mas vdekjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam njeri që ka qenë i angazhuar në adhurim e që ka dhënë sadaka ma shumë se Omer ibn Khattabi radhiyallahu anhu. Thot Ibn Hajar al-Asqalani, thot që të mos ketë shkuptohet thënia e Ibn Omerit radhiyallahu anhu, thot komenti i kësaj thënie të Ibn Omerit është pas vdekjes së Ebu Bekrit radhiyallahu anhu. Se pas Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, njeri më i devotshëm, më i urtë, më adhurues dhe më sadaka dhënës ka qenë Ebu Bekri radhiyallahu anhu, edhe me dëshminë e Omerit radhiyallahu anhu. E thot Ibn Hajeri, qëllimi i kësaj është që e ka pa Omerin radhiyallahu anhu, Ibn Omeri djali i vet, shoku se ka pas në shtëpinë e vet, dhe atë ka mujt ta shohë më afër, dhe e dyta thot komenti i dytë është se kjo vlen pasi që ka ndruar jetë Ebu Bekri radhiyallahu anhu, se është e ditën me konsenzusin e gjithë muslimanëve se njeriu më i mirë dhe më i devotshëm dhe më adhurues dhe më sadakadhënës se Ebu Bekri mas vdekjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk ka pas. Dhe këtë mendim e ka pas edhe vet Omer ibn Khattabi radhiyallahu anhu. Subhanallah. Bashortët e Omerit radhiyallahu anhu. Nga bashortët e Omerit radhiyallahu anhu përmendet Zeynep binti Med'un el-Qureshia, e cila bëri hijret me Omerin radhiyallahu anhu dhe së bashku me këtë e lindi edhe sahabiun e nderuar Ibn Omerin radhiyallahu anhu. Sa që transmetohet një transmetim se Omeri radhiyallahu anhu muhaxhirëve u ndajti nga një pak prej 4.000 dinarëve. Secili muhaxhiri dha ka 4.000 dinarë. Përveç se Ibn Omeri djalit të vet ja dha 3.500. E kur e pyetën Omeri radhiyallahu anhu pse Ibn Omerit i bën ti padrejtësi jep 3.500, tha Omeri radhiyallahu anhu se Ibn Omerin e kanë sjell muhaxhir në Medinë dy prind të vet. Tha unë dhe bashortja ime Zeynebja. Nga fëmijët e Omerit radhiyallahu anhu me Zeynebin ka qenë edhe Hafsa radhiyallahu anha, dhe kjo është vajza dhe bija të cilën Omeri radhiyallahu anhu i dha për bashortje pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kjo është nona jon Hafsa ibn Umar radhiyallahu anha, Hafsa e bija Omerit radhiyallahu anhu, që Hafsa e bija Omerit radhiyallahu anhu, që Omeri radhiyallahu anhu i dha për bashortje pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Para se të martohet me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam ka qenë martuar me Huneisin, i cili Huneisin e Sehmi, i cili ndron jetë, dhe pasi që ndron jetë, Omeri radhiyallahu anhu ja jep dostit të vet më të dashur për gru bien e vet Hafsën Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ka qenë Hafsa radhiyallahu anha një gruaje e cila është dalluar me agjerim dhe është dalluar me adhurim ndaj Allahut te bareke ve taala.
Nga fëmijët që ka pas me Zenebin është edhe Abdullah ibn Omer, i njohur transmetues, i njohur i haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj dietarët kur e përshkruajnë Omer ibn Abdullahin thonë huwa al-imam al-qudwa sheikhul islam sahibun nabi sallallahu alaihi wasallam. Thonë kjo është imami, referenca. Është sheikhul islam, dietari i islam, shoku dhe shoqëruesi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Sa Abdullah ibn Omer radhiyallahu anhu e ka shoqëruar Muhamedit sallallahu alaihi wasallam si fëmijë edhe në shtëpinë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ka qenë asket, ka qenë adhurues, njëri i cili me të madhe dhe më së shumti dallohet që ka pasu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam edhe në gjërat që nuk është dash patjetër me pasu Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ibn Omer radhiyallahu anhu dhe devën e tij kur e ka lidh në një vend me kërpesh, e ka lidh në vendin që ka pa Muhamedi sallallahu alaihi wasallam që ka vëndu devën e tij. Kur është ul në ndonjë vend, është ul në vendin që është ul pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Shembull, nëse është ul në çat qash, ai kur ka hyrë shembull në xhami është ul te ai qash. Saqë Ibn Omer radhiyallahu anhu edhe është qesh në vendet që është qesh Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Kur ka dalë në rrugë, ja ka ditë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam edhe në vendet ku ka shku Muhamedi sallallahu alaihi wasallam për nevojat e veta fiziologjike. Ka shku edhe ky në ato vende pikërisht ku ka shku Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Deri në këtë nivel ja ka ditë detajet dhe imësirat jetës së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe deri në këtë nivel e ka pasu Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Të mos flasim për sunetet, të mos flasim për ibadetet. Aty domethënë ka qenë njeriu me të vërtetë i cili ka qenë është llogarit në mesin e sahabëve kopja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam sunnete, në zbatimin e sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe nuk kalon vend ku është falë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nafile apo farz që s'ka shku me falë ndonjë nafile apo ndonjë farz pasi që ka ndru jetë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Nga fëmijët tjerë të Omerit radhiyallahu anhu dhe me këtë do ta mbyllim inshallah, ka qenë edhe Abdurrahmani, i cili është quajtur me kunjën Ebu Isa. Këto 3 fëmijë ka pas Omeri radhiyallahu anhu me Zejnebën. Këto 3 fëmijë ka pas Omeri radhiyallahu anhu me Zejnebën dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka thirr një herë Omerin radhiyallahu anhu me kunjën e ka thirr djalin e Omerit radhiyallahu anhu me emrin Abdurrahmanin Ebu Isa. Edhe i ka mbet kunja Abdurrahmanit apo lagapi Ebu Isa. Nga bashkët e tjera të Omerit radhiyallahu anhu është edhe Gjemile të bint Thabit, e cila e ka pasën emrin Asia, e që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ndërhyn dhe i andron emrin dhe sebepin do ta tregojmë inshallah në ditën e nesërme. E kulu ma tasmeun walhamdulillahi rabbil alamin. Zoti ju shpëlbeft e ju nderoft. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.